Bexhet pasollin e makinës së vërtetës. Dhe Bexhet, unë do të lidh mendjen tani. Besoj do më lejosh që Okej. Edhe Berisha e ka bërë këtë lojën. Është test shumë i vështirë. Shiko. Ku ta vendosim ne këtë tani që nuk rri? Po ta vendosim këtu. Ashtu. Bravo. Vetëm do na thush vërtetën, mos u... S'ka problem. Okej? Edhe këtë ke tek dorë tjetër. Okej, perfekt. Okej. Këtë mat pulsin, edhe në bazë të rrafjes së zemrës, ndikon edhe tregon të vërtetën. Atëherë. E kemi ndes po. Atëherë, shok. Jeni gati për të asistuar në përgjigjet e vërteta nëpërmjet makinës së vërtetës? Si funksionon? Unë të bëj pyetjen, ti e përgjigjen ose jo, por ky monitori i lidhur me makinën është realiteti. Proceson mendimin dhe transmeton këtu. Perfekt. Atëherë, çfarë do të bëjnë të rinjt që ke vendosur t'i marrësh për të udhëtuar falas me ty në Evropë? Ata do të më përcjellin mu në çdo hap. Për 3 ditë. Do të përcjellin ty. Ashtu. Shohim makina së vërtetës çfarë do bëjnë ta të rinj? Do t'i marrësh dhe i futish në punë. Është në program. Në një ditë do të kem, do shkojmë në për kompet. Mos. Po e repave të sheqerit dhe do të punojmë atje. Okej, e shikon që makina nuk gënjen? Nuk gënjen. Pyetja e dytë. Makina e mirë, investimi mirë. Po. Pyetja e dytë. Sa është pasuria e pa deklaruar? E pa deklaruar? Po. Këtu në Shqipëri? Po. Këtu në Shqipëri? Këtu në Shqipëri? Mund të mos përgjigje, se ta nxjerrim ne sa është. Do ta dish. Do ta dish sa është. Se ndoshta nuk e di. Kogjo problem. Kogjo problem. Po, me thonë, unë do të kam problem me autoritetet fiskale. Jo, ja, unë prap, kjo merret parasysh nga autoritetet. Ta shohim. Sa është pasuria? Sistem! Perfekt. Kjo ishte... U prish, nuk... Ja shëqujtëm, perfetto mobile. Okej. Atëherë, ke kopjuar ndonjëherë në shkollë? Po. Po, thot? Po. Sa herë? Paj. Ja 5 herë. Okej, ndjekim si... Qa thot makina së vërtetës? Sa herë ke kopjuar? Vetëm në çdo provim. Vetëm në çdo provim! E ku po e din kjo makinë? Kjo? Po, ashtu. Kjo? Sandri, qka pas ke boti? Sandri! Na pas ke morë në qafë, more. Do dosh ta blesh dhe ti një, se do... Jo, blesh trajt është kjo. Atëherë, pyetja tjetër është, kur ishe i ri, si ka qenë marrëdhënia jote me femrat? Mund ta bësh skip këtë pyetje, do mund mos përgjigjesh, unë e nxjerr direkt e tregoj këtu. Marrëdhënia me femrat? Refuzuese. Refuzuese. Po flas për moshën adoleshente. Po. Goxha refuzuese. Goxha refuzuese. Goxha refuzuese. E ndjekim sa e vërtet ishte kjo përgjigje? Ja ku je! A moj me plëcu? Makina i paskara pikës. Perfekt, po. Shumë bukur po i din makina. Është vjetë një herë si vjetë marron. Atëherë, ke korruptuar njeri për të arritur diçka që doje? Dashurën? Mos më përgjigj, se unë... Të dashurën? Ha? Të dashurën? E ke korruptu? Normalisht. Atëherë, mos u përgjigj, sepse unë i marr mendimet
edhe i transmetoj në makinën tonë të vësë vërtetës. S'po guxoj me gënjy, fare. Jo, ndjekim. Ermal, mos e shfaq të pyetje, rregullojmë më vonë bashk. Okej. A u mërzite që të hoqën mandatin e presidentit për 35 ditë? Ma tepër me qëtimi se sa unë. Unë e kom dasht atë. Po. Nuk ma hoqën, unë u lirova nga mandati. Okej. Kjo është e vërteta. Ja ta shohim sa e mërzitur. Çka thot makina? Ta shohim sa e mërzitur. Do më paguajnë të gjithë 1-1. Kush është arsyeja që flej i qetë natën? Ja, se ndoshta ti se di, po e tregon... Po e pysi makinën. Po e pysi makinën. Lutem. Një arush. Kush mendon se është njeriu më i zgjuar, më i pushtetshëm, më i pashëm në botë? Një njeri i shëndosh, që posedon shëndetin. Nuk e një emër, domethënë. Se cili prej nesh. Ja ta shohim. Edhe ti je... Ta shohim kë mendon ti vërtet që është ky njeri. Isha, mendova në vetë. E mendova! Po, vetja. E, po nuk gënjen kjo makinë, nuk gënjen. Nga kush ka frikë Bexhet Pacolli? Frikë, unë? Po? De facto, vetëm nga Perëndia. Nga Perëndia. De facto. Po. De jure, edhe nga gruaja. Po shikoni se çfarë thot makina për kë ka frikë Bexheti. Nga vetja vet! Në qoftë se do ishim në një anije që po mbyte ku do kishte gra dhe fëmijë, kë do shpëtonit? Të gjithë. Të gjithë. Të gjithë. Do t'isha sigurisht, nëse e mundur, do t'isha i fundit që do t'ikësha prej anijës. Okej. E shofim që a thot... Nëse e mundur, normalisht. Shofim që a thot makina. Këtë do shpëtoje. S'kena i foto tjetër! Shumë bukur, shumë bukur. Shumë mirë. E ka sensin, e ka kuptimin. Do të të kom shpetu veten i fundit, kemi shpetu të gjithë. Ama më të shpëtosh pa letë mund mytën tjere se... Pyetje të vështira. Okej, kjo ishte zoti Bexhet. Unë po të shliroj nga këto mangëthet. Bravo. Edhe nuk di, do me thënë, si të Kjo falenderoj ishte shumë e vështirë. Kjo ishte gjëja më e vështirë. Po. Që se ti tregon, jo, thjesht ishe të shu. Po, ashtu. Ti tregon të gjitha. Shiko, unë falenderoj që i let gjitha milionat e lekëve dhe të eurove dhe të njerëzve. Liretav italiane, ato shumë të kërkuara sot. Dhe që erdhe dhe lusë Zotin që njerëzit si ty të shtohen, sepse në qoftë se do të kemi më shumë njerëz si ty, do të kemi më shumë mirëqenie, do të kemi më shumë punësim, më shumë zhvillim dhe faleminderit shumë. Ishte njeriu më i pasur në Shqipëri, do shikoni se çfarë do ndodhi me jetën e këtij në vitin të vijim. Natë e mirë, të shtunën e ardhshme. Natë e mirë, Zoti ju bekon. Faleminderit shumë.